Gratë në shumicën ndërmuese, nënat nuk janë tifoze. Burrat janë tifoz, janë skandalos. Gratë nuk janë tifoze. Nëna, janë motra, janë bija që kanë të lindur brenda vetes, kujdesin për atë që vjen nesër. Keni parë ju gra që të shkojnë të luajnë bixhos? Keni parë gra ju që të hedhin në Zara, në bingo? Keni parë gra ju që të futen online, edhe vajza që të futen online dhe të luajnë? Lora Fati, si shpjegohet kjo? Si ka mundësi që gratë nuk i besojnë Fatit në letra edhe në Zara? Sepse gratë e ndërtojnë Fatin. Kështu që unë do ta përsëris edhe sot dhe gjatë gjithë rrugtimit drejt 11 majit, thirrjen time për të gjitha gratë që i kanë burrat demokrat. Burrat mbajnin në shtëpi në 11 maj, jo fëmijët për shkuar në shkollë.